El-Horizmi, Muhammed bin Musa, ushqua në gjysmën e parë të shekullit 9. Muhammed bin Musa el-Horizmi ose el-Khawarizmi, emërtim që tregon vendlindjen e tij Horizmin, sot Khiwa, lindi në 783 të Erësun dhe ishte një prej shkencëtarëve më të ngritur që kanë nxjerrë Islami. Shkroi një traktat voluminoz për matematikën, titulli i të cilit është Kitabu Mukhtasar fil Hisab al-Ghabri wal Muqabbala, në të cilin për herë të parë trajtohet ajo pjesë e shkencave matematikore që quhet algebër. Ajo titullohet kështu prej fjalës al-Ghabr, al-Jabr, algebër, e cila u përkthye në latinisht nga Gherardi i Cremonës në titullin Liber Mahumeti fili Mojsi de Algebra el Muqabbala. Algebra është fjalë që vjen për gjuhës arabe e që tregon atë degë të matematikës e cila studion veprimet e ndryshme pa llogaritur objektet që i nënshtrohen asaj. Tipike e algebrës është llogaritja me gërma, ndaj dhe llogaria numerike është vetëm një pjesë e veçantë e saj. Problemi algebrik konkretizohet me një ose më shumë ekuacione. Fjalori i vogël universal Waleki. Kuptimi fjalë për fjalë i fjalës el-Jabr është të vendosësh në vend një kockë, dhe me e thjeshtëzuar do të thotë rregulloj, që në profilin teknik tregon rrugën, me anë të së cilës transformohet një ekuacion që përmban kufiza negative në një ekuacion ku të gjitha kufizat janë pozitive. Kështu për shembull kalimi nga ekuacioni 2x² plus 100 minus 20x barabartë me 58 në 2x² plus 100 barazi me 58 plus 20x. Fjala muqabbala, e cila është zhdukur nga përdorimi që do të thotë fjalë për fjalë të kundërvesh, tregon veprimet reduktuese të kufizave të njëjta, për shembull 6x² plus 60 plus 12 barabartë me 2x² plus 36x, 4x² plus 72 barabartë me 36x. Shumë tema të përdorura nga el-Horizmi u futën në gjuhën algebrike evropiane si kalke gjuhësore. Për shembull, fjala censo, që tregon katrorin, e së panjohës është përkthyer prej fjalës arabe mal, pasuri. Shënimet dhe konvencionet e ndryshme që na mundësojnë gjetjen e një shume numerike ose matematike në përgjithësi, si për shembull të radhiturit e kufizave në kolonë gjatë mbledhjes së disa numrave e tjerë. Quhen algoritme, shumësi i algoritëm, emër që rrjedh nga shtrembërimi i emrit të shpikësit të tyre el-Horizmit. Në kohët tona algoritmet janë bërë pjesë e teknologjisë kompjuterike dhe është arritur automatizimi i algoritmeve dhe ndërtimi e gjuhëve të afta deri në atë pikë sa ta zhvillojnë kompjuterin që të kryejnë veprime algoritmike, gjithnjë më komplekse, jo vetëm numerike, por edhe të formave të tjera. El-Horizmi i klasifikon numrat në 3 kategori, ndërsa veprimet në 6 kategori. Gjeti zgjidhjet e ekuacioneve të gradës së dytë dhe të tretë dhe vendosi për bazat të sistem numerik i cili u pranua në Evropë vetëm në fund të shekullit 16, në veprën e tij kryesore që, siç u tha më parë, u përkthyer nga Gherardi i Cremonës. Është shkruar: Kjo vepër ishte guri themeltar i ndërtesës matematike, ndërtuar prej shpirtit zbulues të Islamit, i cili i frymëzoi muslimanët drejt rrugës së shkencës. Me vonë ajo u bë çelësi që u hapi dyert pas disa shekujsh. Matematikanëve të parë perëndimor, dyert këto që udhëhoqen drejt bukurisë së llogaritjeve algebrike dhe aritmetikës dhjetore. Kalifi Memun i besoi el-Horizmit për shkak të dijeve të thella në matematikë dhe astronomi. Drejtimin e shtëpisë së dijes Darul Hikme në Bagdad, e cila ishte themeluar prej babait të tij, kalifit të famshëm Harun el-Rashid, i përjetësuar në përrallat e 1001 netëve. El-Horizmi ndërroi jetë në vitin 850 të Erësun. El-Horizmi do të mbetet gjithmonë pra i njohur si themeluesi bazave të algoritmeve dhe pra themelues i algebrës.